Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Nuk kam çfarë të them, atmosfera u mori zjarr vetë. Doja këto vajzat e bukura të kisha nga afër. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Të nderuar, të ftuar dhe të dashur bashkëdhëtar, miq dhe dashamirës, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë në sofrën tiranëse. Një sofër që nuk është thjesht një tryezë, por një urë për të lidhur zemrat tona dhe kujtimet tona dhe shpirtin ton shqiptar. Jemi mbledhur për të festuar 1 vjetorin e lidhjes të shqiptarëve në Greqi, sofra tiranëse. 1 vit më parë, hapa tona ishte një aktivitet që na bashkoi të gjithë bashkë dhe kishim ansamblin e Tiranës që na dhanë emocione shumë të veçanta. Me mbështetjen tuaj dhe dashurinë dhe respektin, jemi përsëri këtu që të festojmë përsëri 1 vjetorin e sofrës tiranëse. Muaji maj është muaji i sofrës tiranëse, siç thot një këngë tiranëse, lulet bukra ka Tirana, për ne lulet tona të bukra janë nënat dhe motrat tona dhe gëzuar festën. Si mund të hapim ndryshe këtë program fantastik me një dasëm, me një traditë të një dasme tiranëse. Ju ftojmë ta përjetoni këtë dasëm me zakonet e gjyshve dhe gjyshve tanë që i kemi trashëguar brez pas brezi. Këtë sofër tiranëse e kemi të mbushur dhe me ansamblin e vallave të Tiranës, që do të na prezantojnë atë dasëm tiranëse, po dhe shumë qyteteve të tjera të Shqipërisë së Mesme. Mes nesh kemi shumë të ftuar që na kanë ardhur nga larg. Do doja t'i përshëndesja si fillim dhe pastaj të fillojmë programin tonë. Midis nesh është gazetari Artur Bezajde, i radio televizioni shqiptar dhe diasporës. Është dhe një miku jon i sofrës tiranëse. Do doja 2 fjalë nga zoti Artur që ka ardhur me pashortin e tij dhuratën. Falenderoj të gjithë që më janë ardhur të qytetit Tirana. Fakt që të jemi në qytetin e Tirana nga fillimi nuk e pastaj. Ju falenderoj gjithësisht edhe për atë Shqipëri që i kanë dhënë në majtë dhe vetë të gjithë kësaj kohe dhe ne jemi si jemi në Tiranë. Ju falenderoj të gëzuar. Do doja 2 fjalë nga kryetari i unionit zoti Arian Paulja. Përshëndetje dhe nga unë, si që thash edhe vjetë, diaspora si mungon dhe një pjesë e pashtit të formuloj komplet diaspora. I mungon të shoqata Tirana. Dhe qëse se shoqata Tirana erdhi pranesh, unë i përcjell gjithë mirënjohjen dhe gjithë respektin nga gjithë anët e Greqisë që jetojnë shqiptarë. Gëzuar dhe të jemi gjithë bashkuar dhe ta përçojmë brez pas brezi te unitetet e një gjithë Shqipëri. Gëzuar! Faleminderit. Do doja dhe dhuratën që e kemi tiranëse dhe të thotë të lape se ka bërë gjithë të rrugë klarë. Shumë e nuk që gjithë në mensush, një pjesë e Tiranës që në këtë sot, gëzuar paçi shëndetit dhe marrësim për familje tuaja. Kaloshi nuk u vijgjit. Doja dhe 2 fjalë nga zoti Ilia Zelo, i shoqatës së Delvinës. Një përshëndetje nga Delvina të krejnë është gjithmonë pranë Tiranës, jemi një të mirë, jemi gjithmonë present në çdo festë tuaj, gëzuar festën e nënës, gëzuar 1 vjetorin dhe u bë 1 vjetor, kalosi sa më turbo. Shumë faleminderit. Zonja Elida Sopoti, i shoqatës Apollonia. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj njështë mëse për ftesën që na keni bërë. Ju urojmë të gëzoni 1 vjetorin dhe festofshin edhe 100 vjetorin. Kalofshin sa më bukur dhe suksese këto dhe në çdo drejtim. Jeni vërtet një shoqatë për të marrë shemë. Ju falenderoj shumë për ftesën. Shumë faleminderit. Jemi dhe
artiste zonja prezantojnë. Shumë faleminderit. Shoqata humanitare me ju për ju, zonja Blerta Tallaku, sekretare. Vajzat dhe djemët e shoqatës Tirana në lockdown, pasi janë antarë, akoma dhe sot të shoqatës me ju për ju, e di që do të promovojnë sa më mirë vlerat dhe kulturën tiranëse, i uroj suksese, sot dhe në çdo përvjetor. Dhe dua të t'i falenderoj dhe për bibliotekën për fëmijë, të cilën me sa kuptova e menaxhon Jasmina Kodri, një ide dhe një iniciativë që vlen për të programur dhe shoqata me ju për ju do bëjë të pamundur në mbledhjen e librave për mbështetjen e kësaj biblioteke. Faleminderit. Për bibliotekën që kemi në jurit lokal. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Nga sot fillojmë mbledhjen e librave për bibliotekën në 2 gjuhë, shqip dhe greqisht, por edhe vetëm në shqip. Ju ftoj jo vetëm që të fillni libra për bibliotekën, pra kësaj shoqate, por edhe të mësojnë fëmijëve gjuhën shqipe. Ky se do mbyllej, por do filloj registrimet të shpejta për sezonin e ardhshëm. Kalofshi bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit për shoqatat që na mbështesin gjithmonë. Tani do ndjekim dasmën shqiptare, por në fillim do të paraqes kryetaren e lidhjes shqiptarëve në Athinë, Sofra Tiranëse, Lindita Kullat, na prezantoi dhe orkestrën tonë të mrekullueshme. Mi mbroma të gjithëve. Sofra sonte, sot në drek na mlodhi të gjithë bashkë. Sot do ham, do pim, do kërcejmë për qefin ton, ashtu si na ka hije. Sot për neve këndon zonja Greta Zani, këngëtarja e merituar, këngëtari Bujar Qiqi, që tashmë është bërë tradit, quni shpiz, quni ije si themi ne, muzikanti, klarinisti, i famshëm në Shqipëri, në Tiranë, kudo dhe në Evropë tashmë, Ilir Sula, liri shitit i themi ne. Në tastier kemi Eugen Mumajesin, i cili është muzikant dhe profesor që jep mësim për muzikë dhe kompozitor në një kohë. Do ta hapim mbrëmjen me një tradit, një dasëm tiranëse, ashtu si bëheshin dasmat në kohën tona të kur vaktit. Në një krah kemi nusen dhe në krahun tjetër kemi dhëndrin. Po bëhet gati çifti për me u martu. Ta ndjekim të gjithë bashkë dhe mbas kësaj fillon festa jonë. Kjo vajza ka sjellur një ty flule për kryetaren e lidhjes shqiptarëve Tirana dhe do na thotë Tullave se është antarja më e re e shoqatës tonë. Si e ke emrin, lutem? Mam qojmë se Fjolla Moqë. Vi në Berati. Edhe jam shumë e lumtur që jam këtu në Sofën Tiranë. Shumë faleminderit. Kam dhe një shumë të vogël këtu Laurën. Kisha dhe një vajzë vogël, por nuk e di komikë. Atëherë, besoj se do të ndiqni me kënaqësi, jemi munduar. Ky grupi fantastik që ka mund sa do të lodhur ishin, vinin për prova. Shikim të këndshëm, ju uroj.
shene, si një modhe ju shqyqy. Qo shqyqene, si një modhe ju shqyqy. O shene, si një i papës vete ju shqyqy. O shene, si një i papës vete ju shqyqy. si fajra, o hyni nusja në shtypi, o hyni nusja në shtypi, o shtati nuse si selvi, e shtati nuse si selvi.
Sa bukur na ka dalosja, mashallah, mashallah. Sa bukur na ka dalosja, mashallah, mashallah. E bukur për bukur je, mashallah, mashallah. O e bukur për bukur je, mashallah, mashallah. Paska synin e lushtësie, mashallah, mashallah. Edhe vetë dhe në kajtanë një, mashallah, mashallah. O paska gojën si kutje, mashallah, mashallah. Edhe dhomën si gjie, mashallah, mashallah. Hajde për hajo, Drashikoshi!
që nga floni